Nëse ka një poet në letërsinë shqipe i cili më së miri do të përfaqësonte avangardën e poezisë shqiptare, ky padyshim që është Ervin Hatibi. Krimtaria e Hatibit është relativisht e hershme, ai e ka filluar poezinë në moshë mjaft të vogël, duhet thënë, madje përmbledhja e tij poetike e parë me titull Për ditë shoqëllin ka dhe një parathënie në atë periudhë nga shkrimtari i madh Ismail Kadare, i cili në një farë kuptimi parathoshte talentin dhe famën që do të kishte Hatibi në poezinë shqipe. Pastaj përmbledhje kemi gjithashtu Gjashtën Maq, e ndjekur nga një përmbledhje tjetër poetike me titull Pasqyra e lëndës. Përmbledhja e fundit me poezi e Ervin Hatibit mbart një titull mjaft interesant, Transkript nga krevati tjetër. Është botimi i fundit i Ervin Hatibit, është një botim nga shtëpia botuese Onufri, dhe në këtë poezi duket sikur poeti kalon në një fazë të re të krimtarisë së tij. Pra kemi nga ajo faza e poezisë ndërqytetase në një fazë tjetër të krimtarisë intime, ku ai tani më narrativën e tij poetike e sheh nga një këndvështrim dhe nga një perspektivë tjetër. Teksa isha duke punuar për këtë video të sotme, për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, në sy më ra një intervistë e Ervin Hatibit e një javë më parë në të përjavshme në letraret Ex Libris, ku Ervin Hatibi kishte dhënë një intervistë, duhet thënë mjaft interesante, me një gazetare të re, ku ndër të tjera fliste edhe për dy ribotime të tij të fundit, ribotimi i librit të tij eseistik Republik of Albania dhe të përmbledhjes me poezi Pasqyra e lëndës, po ashtu edhe këto nga shtëpia botuese Onufri. Republik of Albania ka një rëndësi të madhe në të gjithë krimtarinë e Ervin Hatibit, sepse ajo përveç se si poet e ekspozon Ervin Hatibin edhe si një polemist dhe si një eseist të mrekullueshëm. Pra rekomandimi im për këtë fundjavë për të gjithë ndjekësit e gazetës Tema, për jo vetëm, është krimtaria poetike e Ervin Hatibit, në pamundësi të gjetjes së librave të tij, qoftë Gjashta Maq, por qoftë edhe libri i tij i parë Për ditë shoqëllin. Do të rekomandoja dy librat e tij të fundit me poezi, pavarësisht se kanë poezi të natyra të ndryshme, qoftë Pasqyra e lëndës, tashmë e ribotuar nga shtëpia botuese Onufri, por qoftë edhe Transkript nga krevati tjetër, që është një libër ku poezia e Hatibit kalon në një nivel intim, por dhe nga një këndvështrim, nga një qasje krejtësisht e panjohur më parë për poetin Ervin Hatibi. Duke mos harruar dhe librin e tij eseistik Republik of Albania, një pop eseistik e panjohur, e cila gjithashtu do të merrni një kënaqësi të madhe estetike përveç se ideve që Ervin Hatibi sigurisht ka, qoftë për qytetin, qoftë për botën, por qoftë edhe për shoqërinë, edhe kjo tani më e ribotuar nga shtëpia botuese Onufri.